Pas viteve 90, mijëra shqiptar morën në rrugën e emigrimit drejt vendeve europiane, kryesisht Itali dhe Greqi, në kërkim të një jete më të mirë. Disa prej tyre punuan në bujqësi, ndërtim, fabrika, duke krijuar atje të ardhmen e tyre, pa i harruar lidhjet e forta me vendlindjen. Por vitet kaluan dhe me krijimin e një stabiliteti ekonomik, shumë prej emigrantëve shqiptar u kthyen duke investuar në prona dhe biznese. Një prej tyre ishte edhe ky 54 vjeçar nga Dibra. Në 2004 kam blej një pronë në Durrës, Keshkëmbi Kabajës, bisedu me Muhamet Hersin. Pronarin e tokës. Dhe ram dakord, më thotë që prona jote është në këtë vend. Edhe unë atë kohë nuk e hyra me një fjalë as me topograf, as me asnjë gjë. Për ta sqaruar, Muhamet Hersi, i cili sot nuk jeton më, ka qenë personi që siç shihet edhe në këtë kontratë notariale, i ka shitur Fatmirit 22 vite më parë një pjesë toke 300 metra katror për shumën 33 milion lekë të vjetra. Flitej për një person tepër të besuar, sepse përpara Fatmirit, aty kishin bler tokë motra dhe vëllezërit e tij. Kjo shpjegon dhe arsyen sepse në mirëbesim e sipër nuk mori topograf. Pas këtij investimi, aso kohë 32 vjeç, Fatmiri u largua sërish në emigrim, fillimisht në Europë e më pas në Kanadan e largët. U ktheva nga Kanadaja 2009. Sa të ri lart e poshtë nëpër Evropë, mendova të bëj një diçka në të pronë. Aty në të moment bëj gjithë letrat që të shken komunë për rrethim prone. Mirë po, kur vjen kryetari i komunës bashkë me topografin që të vën piketimet, ishte prona me fjalë që unë dhe e mesha në këtë pozicion. Vjen topografi thotë sot rri, thotë ti nuk e ke pronën në këtë pozicion, po thotë ti pronën e ke në këtë pozicion poshtë. Diçka që u vërtetua pasi doli certifikata. Po pjesa sipër e kujt ishte? Pjesa lart është pronë e nipit të Muhamet Hersit. S'ka lidhje fare Muhameti me fjalë me pronën që ishte lart. Muhameti thoshte unë do të bëj letrat ke nipi. Nipi i thoshte po, unë rregullohem me zotrin që ka ble këtë tokë. Po lekët duhet i marr unë që është prona ime. Me të drejtë, sepse që në fillim lekët i merri zoti i tokës. Por ka edhe një tjetër detaj, ndoshta më i rëndësishmi. Kur u ktheva nga Kanadaja, në vitin 2009 dhe futa letrat për le ndërtimi, rrethim prone. Desha me e bë me murën. Dhe të thanë që nuk është ai vendi yt. Nuk e ke komshiu, ke Hasoni, po e ke Muhamet Hersi këtu poshtë. Unë nuk e disha që certifikata ime me fjalë ishte aty, se ishte gabimi im që nuk mora topografin prej atë kohë. Unë e disha prapë sipër. Në atë moment që more vesh këtë lajm, kishte ndërtim të Muhametit aty? Po ishte ndërtimi. Ishte vazhduar me një fjalë 3 kate. E mati topografi, nxori biketimet e të gjitha dhe aty doli me një fjalë që Muhamet Hersi kishte bllokuar mua rreth 80 metra. Në fakt janë diçka më tepër, sepse sipas këtij proces verbali të mbajtur më datë 31 maj 2009, firmosur nga drejtori i bujqësisë dhe inspektori i policisë së komunës, nga matjet e topografit në terren rezultoi se familja Hersi me ndërtimin që kishte bërë pa leje kishte zaptuar plot 100 metra katror të tokës që vetja kishte shitur Fatmirit. Pra 1/3, ose nëse do të përpjestojmë shumën e paguar, 11 milion lekë të vjedhura si pat keq. Dhe në ato kohë të kriste lufta aty, po të hinsha unë me një fjalë e lagu nuk e lagu. Po Muhameti që i shkaft në atë moment, se Muhameti djalin e vet që e ka poshtë, ishte me e kalu sipër, aty ke ajo shtëpi. Mi po, me djalin u merrshim vesh ndryshme ne në atë kohë, si gjithë shqiptar. Se tani që të hanë lekët e mia me një fjalë, Muhamet Hersi me djalin, aty u kriste vetëm plumbi. Konflikte të tilla pronësie, qoftë edhe për një gardh apo rrugë kalimi, e që kanë çuar deri në vllavrasje, kanë ekzistuar dhe vijojnë ende, fatkeqësisht. Ndaj për ta zbutur sadopak situatën, shpiket një marifet. Ati i shkoj mendja me një fjalë që do vrasin çunin. Ç'a bëri ai? Ai nuk futi djalin që të futet në konflikt me Dibrant, po futi vajzën, tani gruaja ka peshë tjetër, që të hinsh në konfliktun se në fjalë me një gru, duhet ta pyesësh mendjen shumë thellë, ndërsa me burrin, o të vrau e vrave. Nuk mund të jemi as pak dakord me këto që sapo dëgjuam. Madje distancohemi dhe denoncojmë çdo tentativë gjyqësie. Por për t'u kthyer në rastin ton, me sa duket plani për të nxjerrë vajzën si mburoi ndaj një akmarrje të mundshme funksionoi. Unë nuk zgjodha rrugën, as me vrasje, as me bërtitje, pavarësisht se në atë moment me një fjalë që ishte topografi, pat konflikte, me një fjalë u ngritën këto duke na kërcënuar, po erdhi shpejt policia e Durrësit edhe e bllokoi me një fjalë këtë konflikt. Atëherë jam drejtu gjykatës. Nuk mora as avokat, unë kisha letrat. Sofie Hersi, goca e Muhamet Hersit, ishte me avokat. Këtu Fatmiri na tregon një episod që ka ndodhur ditën e gjyqit. Gjyqtari kishte letrat e mia, certifikatën time, po kishte edhe letrat e asaj, që kishte një shtëpi në pronën time. Dhe e pyeti avokatin e zonjës. Ke qenë ke prona që ta shikosh si pronë që ke ardhur të mbrojsh zonjën Sofie Hersi? Ti jo, thot, s'kam qenë, thot, po e kam letrat. Letrat i kam në unë, thot, çoun kam për jashtë. Gjyqtari i bie çe kishit, kjo shtëpi do prishet, çdo gjë ka mbaruar.
Mbas 3 ditë vjen kryetari i komunës të Rashbullit me policinë që të prishin shtëpinë. Po kur erdhi komuna, vllai i zonjës kërcënon kryetarin e komunës me policie me të gjithë ikën. Nuk e lejuan me një fjalë që zbatonin vendimin e gjykatës prishjen. Mbas një jave, zonja në fjalë që të bllokojë policinë që mos prishet shtëpia, nxjerr një letër thotë kjo pronë është në gjykatë. Për ta sqaruar, Sofia Hersi kishte apeluar vendimin e gjykatës së shkallës së parë për prishjen e shtëpisë dhe sipas ligjit, deri kur vendimi të merrte formë të prerë në apel, objekti nuk mund të prishet. Po, gjyqja i kësaj mbari shpejt, se ishte dhënë një vendim nga gjykata për prishje. Dhe apeli vendosi po njësoj nuk ja zgjatën fare. Kështu më datë 18 gusht 2010, komuna e Rashbullit njofton zonjën Sofie Hersi që të paraqes pranë zyrave të INUV dokumentacionin tekniko-ligjor të banesës që disponon. Dhe në mungesë të këtyre dokumenteve, një javë më pas Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Vendor e njofton zonjën për të bërë brenda 10 ditëve prishjen vullnetare të vilës Trekaçe. Por edhe kësaj here asgjë nuk ndodhi. Ndaj më datë 2 shtator 2010 bëhet një inspektim tjetër në terren ku faktohet se zonja Hersi kishte ndërtuar në tokë të dikujt tjetër një shtëpi 3 kate me papafingo pa dokumentacionin e duhur ligjor. Një javë më pas, kryeinspektori firmos urdhrin për prishje të objektit. Kur vajtëm ke kryetari i komunës që dhëbinte fadromat, ai ishte tremb. E kishin kërcënuar djali Muhamet Hersi, Fatmiri thotë unë nuk mundem me ju fut kësaj çështje, kam fëmijë, kam familje, edhe unë nuk do lej familjen time rrugëve për këtë pronë. I vjedhin tokën, ndërtojnë në palishmëri dhe terrorizojnë autoritetet. Sa raste të tilla ka ndodhur e ndodhi në këtë vend ku ilegaliteti është kthyer në normë. Sidoqoftë, kryetari diçka arrin të bëjë. Unë dhe vej një shënim aty që kjo shtëpi nuk ka të drejtë të legalizohet. Bëhet fjalë për këtë dokument të firmosur nga vetë kryetari Hysen Gashi, i cili kishte nxjerrë urdhrin e bllokimit të legalizimit të objektit në fjalë. Me këtë shkresë tepër të rëndësishme në xhep, Fatmiri si pronar i ligjshëm i tokës merr sërish të rrugët e botës. U detirova, unë u largova, i kanë filant. Me bindjen dhe shpresën se shteti nuk do të vijonte të gabonte më në kurrizë të tij. Mirë po shteti jo vetëm që gaboi, por e thelloi edhe më shumë palishmërinë. Zonja Sofie Hersi, duke përfituar nga zemërgjerësia e partisë në pushtet për të legjitimuar vetëm në prag zgjedhjesh paligjshmërinë e qytetarëve ndër vite, aplikoi dhe u pajis me leje legalizimi më datë 13 nëntor 2016. Pavarësisht këtij dokumenti të komunës së atëhershme të Rashbullit për bllokimin e legalizimit dhe pavarësisht urdhrave të inspektoratit dhe gjykatës për prishjen e një ndërtimi pa leje. Dhe kush ishin dy talentet që shkelin ligjin? Përgjegjësi i sektorit të legalizimit në Aluiznin e Durrësit, Mario Semini dhe drejtori Flamur Gjuzi, të cilët të vetëdijshëm për shkeljet e rënda që po bënin, firmosën pa ju trembur as pak pasojave. Vërtet, procesi i legalizimit është një proces i pakthyeshëm, por ligji për legalizime ka të përcaktuar edhe rastet kur një ndërtim nuk mund të legalizohet. Ky ndërtim hyn te ndër ato që duhet të ishte skualifikuar. Palishmëria pa diskutim fillon në veprimin që ka kryer individi që ka zaptuar tokën e tjetrit. Zonja në fjalë e ka kryer palishmërinë dhe në kompromis me institucionet, jo vetëm se ka filluar ndërtimin, po se ka mbaruar ndërtimin dhe kanë legalizuar. Por jo vetëm. Zonja është pajisur dhe me certifikat pronësie. Dhe fenomenia tjetër që i bashkohet dyshes së parë është ish drejtoresha e kadastrës së Durrësit, Xhenia Golli, e cila jep certifikat pronësie pavarësisht ndërtimit mbi tokë të huaj. Nëse këtu ka vend për tokfjalshin grupi strukturuar kriminal, ja ku e kemi në mes të Durrësit. Duhet theksuar që marrëdhënia me truallin nuk është rregulluar, sepse që të rregullohet marrëdhënia me truallin duhet të shpronsohet pronari. Palishmëria organeve shtetërore, përveç se cënon të drejtat të individit që i zaptohet prona, cënon dhe të drejtat e taksapaguesve shqiptar. Dhe këtu duhet të ndalemi pak për të kuptuar krimin që bën me dashje shteti shqiptar. Sepse një person që ndërton në mënyrë të palishme legalizohet, paguan një shumë në vlerë minimale dhe dëmshpërblimi për tokën e zënë për pronarin që shpronsohet jepet nëpërmjet taksave tona. Me një fjalë fusin duart në xhepat tanë për të dëmshpërblyer Fatmirin, i cili ka në dorë 2 vendime gjykate. Kemi shtet, jo llafe. Do të hapim një proces. Do të kërkoj dhe pavlefshmëri të lejes së legalizimit. Ka eksperienca juaj, keni raste që gjykata për shembull ka vendosur për pavlefshmërinë e lejes legalizimit, pra çdo gjë është kthyer në pikën 0 deri tek prishja e një objekti? Nga eksperienca ime ka pasur raste që dhe task forca i është drejtuar legalizimeve dhe ato kanë anulluar leje legalizimi kur kjo është dhënë në mënyrë të palishme. Nuk jam gjyqtari, nuk e kam në metodë të punës time që t'i them palëve kjo është e fituar.
Unë e shoh vetëm në përputhje me ligjin. Po pala tjetër, çfarë pretendimesh kanë? Për ta mësuar udhtojmë drejt shkallnurit në familjen Hersi. Teksa e zonja e shtëpisë na mirëpret, kemi telefonuar me videokoll edhe Fatmirin. Jam Frardi nga misioni Piranjat. Kemi marrë një denoncim nga zoti Fatmir Lakushi, i cili është pronari i tokës këtu. Ku i ka tokën? Sigur certifikata. Certifikatën e ka mes për mes shtëpisë time. Logjika është që të kaloj shtëpia mes përmes tokës, jo toka mes përmes shtëpisë. Në tokën që zotëria ka bler, që ja ka shitur prindrit tuaj, pretendojnë që ju keni ndërtuar te toka e tij pa leje. Tani si qëndron e vërteta? E vërteta është kështu. Jam në të drejtën time. Se kur blehet një tokë, do marr topografit, do vej masën e kësaj të shkoj të bëj vlerën e tokës. E vërtet, këtë gabim të tij Fatmiri e ka pranuar, por kjo s'do të thotë që të përfitosh nga mirëbesimi i blerësit dhe t'i zaptosh tokën që ti vetja ke shitur. I kam thonë kështu, Kemi vrarë njëri. 300 metra lart, po t'jap 400, rriti i qetë, rri dhe unë i qetë. Pra nëse ti blen një tokë në breg të detit dhe ai që ta ka shitur thot jo mos merr këtë ti, se do t'jap unë një tjetër, në Rrogozhin. Nuk është një lloj, a? Po zotëria do tokën e vet si të Po thosh. tokën e ti ta harroj për 101 milion vjet, se s'mund të shem unë shtëpi se do na i 50 metra tokë. Ta qartësojmë sërish, janë 100 metra katror të zëna, jo 50. Ju doni që të bini dakord me Fatmirin për t'i dhënë O, tokë Fatmir, tjetër bosh? Tokën tjetër e ke marrë paraleks me vllajën tat. E kam rrethuar se unë hetëm me pallavrat e juja se ju do bësh një letra. Ja, unë po të them që jam proces regjistrimi të Jo, tokë. unë hetim mbas certifikatës, çfarë thotë certifikata? Certifikata ka një banes 3 kaço shumë me vlerë se sa ajo 100 metra që po së do ti. Kuj faleminderit Sofia që po t'jap dhatje lart. Këta duan edhe ti falenderosh. Fatmiri e ka zgjidhur pronën me du këtu, ke baba im. Se dhe Fatmiri sepse ta ke dashtu. Babi me ka qurë një hipoteke, ka po ndalje për 300 metra, ja ka shitur. Ka qenë pa zhurmë me zona në atë ka. Ku ka bo zhurnimin hipoteka që i ka nda me parcela zonën, i ka qullu 5 për 5 shtëpisë time. Ta sqarojmë edhe një herë. Nuk mbiu toka nga hiçi dhe kaloi mes përmes shtëpisë. Toka ishte, Fatmiri e bleu dhe nga 10 tulla u bë vil 3 kaçe mes përmes tokës së tij. Kjo është e vërteta. Unë jam përqet legalizim, jam pronare gjithë kësaj zonës. Me këto, dhe nuk e kam komplet me javon aty ku e don ai dhe aty ku e ka zgjedh ai. Do me thënë do bëni këtë zgjidhje, Po normal. sapo Jo, janë mashtrime, nuk du. nuk du është diçka tjetër dhe mashtrim është diçka tjetër. Nëse nuk është mashtrim dhe i mbarojnë vërtet procedurat, e pranon tokën? Jo, nuk e pranoj. E po tani Ata prishim shpinë. Po tani nuk është puna ime aty, jo, Sofie. Do hetim mbas ligjore. kjo fjali nën kupton prishjen e vilës. Një shkak për të acaruar Sofien, e cila kuptohet nuk dëshiron të humbas një banesë 3 kaçe ku jeton me familjen prej vitesh. Shiko këtu, nuk do mush më tepër se 30 minuta, do të rras punëtorit, do ta prish komplet çka ke rrëzuar atje lart. Po pse ose po? Po vazhdo, Po sot toka ime, çdo nai këtu. Mos do va atje me tuaj shumë. Një certifikat do posëdoj dy prona. Po atje sipër Ka- nuk është e tija, ke dhënë ti për kompensim, si? Ja kam marrë më derisa bëj unë letra, të rrethoj aty ku e do. Në këtë pjesë këtu, familja Hersi pretendon që 400 metra katror janë të rrethuara nga vetë Fatmiri si premtim që familja Hersi i ka bërë atij për kompensimin e tokës së zaptuar. Prap sipas familjes Hersi, babai i tyre, zoti Muhamet Hersi, kur ja ka shitur Fatmirit 300 metra katror, ka menduar se po i shet 300 metra katror në këtë pjesë këtu, por më vonë, pas azhurnimeve, është zbuluar se këto 300 metra katror janë 300 metra të pjesës poshtë ku shtëpia ishte ndërtuar. Sot, te 220 metrësh që e ke të lirë, mund të ndërtosh, por nuk ndërton dot se s'ke hapësirë. Edhe aty në tokë time që thot me një fjalë që është 220 metrash. Se unë aty duhet mbjell patate, mund ta mbjell qep. Jo thot, prit, mos hyr aty. Unë me një fjalë duhet tani të vritëm me atë, me një fjalë që të marrë edhe këtë gjë është lirë.